I riu nga Dobroshi, Arjan Arifi, u kthye nga diaspora për të punuar dhe zhvilluar bujqësinë në vendlindje. Ai thot se i bën me përkushtim të gjitha punët në bujqësi, siç janë korrja e misrit dhe e grurit, lidhja e kashtes e shumë çka tjetër. Në këtë sezon po punoj me lidhjen e dengjeve, ty shërbi mishtërive për bakti, edhe ty jo mundësu me pajisje sa ma treja. Sezona jenë fazat, me denga, lidhjen, bojmë edhe kurim gron, mister, tana sezonat i kemi. Se i përket makinerisë? I kemi tana makinerinë e kemi. Pej maqinës denga vdej maqinën e kalamuqit, se është ku klujmë. Mirë po, nëse ka rreshje atmosferike, ky proces mund të dëmtohet, thot Arifi. Për bujqësi, ju kishna thonë të gjithve se shumë a letë shumë o bujqësia. Shumë e ki në vend tonin, punon, për mu mdo këtë letë shumë. A mendon që është lamie dhe fitim prurse? Shumë, fitim ka fitim. Bujku Arifi gjithashtu pati edhe një këshill drejtuar të rinjëve që braktisin vendin. Me sonën si të nxanë shif duhet me rrotullu, edhe i herë, me lanë motë tërë, me bu hull atër me lidhë dëngje. A ka vlerën se që ka pas? Ja, se ka vlerën. Ja hup lakështi. Ata ushqimin e mirë. Puna në bujqësi e bën të ndihet shumë mirë, madje asnjëherë nuk ka provuar më ta braktisë vendlindjen.